thot kam një pyetje, çfarë mendon dhe thot Zoti për njerëzit që diskriminojnë dhe bazohen tek ngjyra e lëkurës? Janë gjunaqar të mëdhenj ata që diskriminojnë në bazë të ngjyrës që mund të ketë dikush, apo në bazë të pozicionit, le të themi, të punës, apo për shkak të pasurisë, apo për shkak s'lejohet vëlla me diskriminu tjetrin, nuk lejohet me shfaq shenja racizmi apo me shfaq shenja bulizimi mbi njerëzit cilët i ka fal Zoti në një racë të caktuar, në një ngjyrë të caktuar. Është punë e Zotit. Ata njerëz që bëjnë këtë lloj sjellje, faktikisht ata kanë probleme me krijuesin, me Zotin. Sa askush nuk e ka zgjedhur ngjyrën e vet, askush nuk e ka zgjedhur vendin e vet. Të gjithë jemi të krijuar nga Allahu. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an: Ja ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. O njerëz, ju kemi krijuar nga një mashkull dhe një femër, dhe ju kemi bërë fise dhe popull, ju kemi bërë popull dhe fise që të dini si të prezantoheni mes jush. Më i miri te Zoti është ai që është më i përkushtuar, më i devotshëm. Pejgamberi alayhis salam tha, nuk ka vlerë arabi ndaj jo arabit, po as i jo arabi ndaj arabit, as i bardhi ndaj ziut, as i ziu ndaj të bardhit, përveç se me devotshmëri. Bilali radhiyallahu anhu, muezini i pejgamberit alayhis salam, ishte nga Etiopia, nga Afrika. Megjithatë ishte muezini i profetit alayhis salam. Një nga 6 personat që është futur në Qabe me pejgamberin alayhis salam kur është hyrë Mekka. Selman el Farisiu, Selman Persiani, ishte një nga njerëzit më të afërt. Selmanun minna ahlu bejt. Selmani është prej nesh, familja e profetit. Edhe pse ishte nga Persia, i ardhur nga Persia. Kështu që këto janë xhahilijete, e Zoti këto gjona nuk i don, e Zoti i urren këto gjona, sepse personi po tallet me Zotin. Ai njeri që i injoron njerëzit në bazë të ngjyrës së tyre, ai po tallet me Zotin. Është i pakënaqur me Zotin. Allahu na ruaj. Po edhe për gjëra të tjera që s'janë dorë të njerëzit. Në shumë gjëra mund të jetë shneti, mund të jetë paraqitja, mund të jenë shumë gjona, jo vetëm ngjyra e lëkurës. Gjona që nuk i ka njeriu në dorë. Po edhe po pat njeriu diçka në dorë, nuk lejohet vëlla me ofendu tjetrin, nuk lejohet me rënë tjetrin. Haku i tjetrit është i rëndë shumë. Dinjiteti njerëzor është i shenjtë. S'lejohet me prek tjetrin dinjitetin e tij, vëlla. Me ato që ka, puna vet, hesapi vet, çdo njeri të dalë para Zotit i ditë.